Faqa Na ishte dikur sjell historinë e aktorit të paharruar Patrick Swayze, 1952 deri në 2009, udhëtim në kinema. Dirty Dancing, Roadhouse, Ghost, Point Break, Black Dog. Patrick Swayze ka luajtur në 10 filma, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinemas. Aktori amerikan me prejardhje irlandeze ishte një nga fytyrat më të dashura të viteve 80 dhe 90. Me rolet e tij ikonike, shpesh si bukuroshi mallkuar dhe rebel romantik, ai fitoi zemrat e publikut dhe megjithse jeta e tij u ndërprer herët për shkak të sëmundjes, karriera e tij i siguroi një yll në Hollywood Walk of Fame. Pak kush e di se vallëzimi, jo kinemaja, ishte fati i parë i Patrick Swayze. Fal nënës së tij, Patsy Yvonne Swayze, balerine dhe koreografe, ai zbuloi talentin për vallëzim që në moshën 10 vjeçare. I trajnuar në shkollën e vallëzimit të saj, Patrick shpejt tregoi potencial për të bërë një balerin profesionist, një rrugë që ai e zgjodhi me bindje. Në moshën 20 vjeçare, pasi u transferua nga Texasi në New York, u diplomua në shkollën e baletit Joffrey dhe Harkness Ballet School. Në vitin 1973, debutoi në Disney Ballet on Parade si Prince Charming, ndërsa në vitin 1975 bëri debutimin në Broadway me muzikën Grease, ku luajti rolin e Dennis Zuko, duke alternuar me një Richard Gere ende pak të njohur. Ëndra e tij si balerin u ndërprer në fund të viteve 70, kur një infeksion i rënd stafilokokësh, i kombinuar me një dëmtim serioz në gjuhë, gati çoi në amputimin e këmbës. Ky moment e detyroi Swayze të largohej nga baleti. Pas rreth 10 vitesh përpjekje, ai u rilançua në botën e filmit. I transferuar në Los Angeles në vitin 1977, filloi me role të vogla, derisa suksesi i parë i rëndësishëm erdhi në vitin 1983 me filmin The Outsiders të Francis Ford Coppolas, për krah aktorëve të rinj si Tom Cruise dhe Matt Dillon. Zbulimi i madh ndodhi në vitin 1987 me Dirty Dancing, ku luajti për krah Jennifer Grey. Një nga skenat më ikonike të filmit, momenti kur Johnny e prek Baby gjatë provave dhe ajo shpërthen në të qeshura, nuk ishte e shkruar në skenar, por pasqyronte spontaneitetin e sheshit të xhirimit. Në vitin 1990, Patrick Swayze interpretoi rolin e Sam Waite në Ghost, për krah Demi Moore dhe Whoopi Goldberg. Edhe pse nuk ishte zgjedhja e parë e regjisorit, filmi u shndrua në një sukses botror dhe i solli atij një nominim për Golden Globe. Karriera e tij e shkëlqyer u ndërprer më 14 shtator 2009, kur ai humbi betejën me kancerin e pankreasit. Patrick Swayze u nda nga jeta në moshën 57 vjeçare, i rrethuar nga familja 20 muaj pas konfirmimit të diagnozës. Patrick Swayze mbetet një ikonë e kinemas dhe vallëzimit, një artist që bashkoi forcën, ndjeshmërinë dhe pasionin në çdo rol. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.